ky është një konflikt mes dy shteteve, po apo një, do me thënë, problem i rendit botëror? Une përmendoj që edhe Redi edhe Bushati përbëjnë një analizë e cila është ma shumë me moral në brenda se sa reale që është gjendja në teren. Në më thënë, me folë sot për gjenocidin e Izraelit në Gaza është e vonë, është punë e përfunduar. Mund të konstatojmë intelektualisht, por është e pavlerë. Pra arsye se dimensioni konfliktit ka shku këtë dikun tjetër. Më njeriu dhe pesha njeriu dhe vdekja ti nuk e ka peshen kur një botë është pa trazume. Sot bota është seriozisht e trazume. Dhe intelektualisht nuk shikohen këto sëra. Mund ta bisedojmë. Edhe të thojmë, po pesha fjalive që i përdorim, ka qëndrim i vetëm ta përfundoj. Duke përjashtuar jetën njerëzore, o baton. Po prej ta përfundoj. Prej ta përfundoj se ti mundesh... Shumë e rëndë kjo që the. Jo, unë po të thëmë, e rëndë është situata, ma shumë sa fjalit e mija, Bushat. Heqim humanizmin, ne kemi mbaruar se ekzistuar e bëstesh. Dalim e humanizmit të tërë. Dhe fakti, po cili është humanizmi? Kur ti, shteti sovran, ma nuk ka kuptim. Ku... Humanizmi është gardiani i cili nuk... Ka rënë sistemi të të... Ka rënë sistemi të të... Nëse këthemi në teori, atër plasëm jemi bosh. Baton, baton e ke gabim. Nuk është... Falë se s'doja të ndërprisja, po dhe... Ama lem të përfundoj se tani del keq kuptim kjo që po thamune. Edhe dy fjali... Po mos e merrni me keq kuptimin e asaj. Po thëmë se analizën e kini jo reale, po krejt, vazhdo, hajde. Analiza është më reale se sa duhet ma dje, sepse ne kemi një publik që po na ndjek, i cili ka dëgjuar të vetmin zë deri më sot, qeverinë shqiptare që thot, mbështesim Izraelin... Që më intereson qeveria shqiptare në këtë moment? Prit pra. Ç'lidhje ka qeveria shqiptare? Po mirë, ne nuk zgjidhi mallet e OKB-s të botës dhe të gështatës. Ne aq me modestin ton ndriçojmë ata që na shohin për çfarë po ndodh. Bushat, qëndrimi momentalisht i një intelektuali është kur lexon gjërat publike dhe i thot çfarë mendimi ka. Dhe ti dush me pas mendim edhe për një konflikt. Se çfarë lidhje ka që na të flasim për Shqipërinë e cila nuk ka kuptim në këtë histori. Qëndrimi i shtetit shqiptar. Edhe? Si edhe? Edhe? Çka? Edhe çka? Pra aq. Është i mirë, hajde dalim për studio se s'ka kuptim të bisedojmë më. Jo, po ka shumë... Këtë po donë me thonë. Jo, ka shumë kuptim të diskutohet për atë. Sepse në çdo vend të botës luhet telekomandën, gjë e parë që merret në skaner është çfarë mesazhesh i lëshon në kuadër të krizës madhe globale qeveritë popujve të tyre. Cilat? Atë që dëgjuam. Ju dëgjova aty dhe me që dhe... Edhe mbarova në ndërrymë. Atëherë, nëse keni më të lehtë, ta themi një konstatim. Izraeli ka kry gjenocid në Gaza. U kry, mjafton ndoshta, në një moment kur bota rregullohet, do i kthehemi këtij gjenocidi dhe do ta dënojmë Netanyahu. Kaq përfundon ajo bisedë që ti edhe Redi e shtruat në tavolinë. Por këtu nuk përfundon analiza. Këtu fillon analiza. Se për faktin që jeta njeriu dhe humanizmi është vrarë, na kemi hyrë në një proces tjetër të rendit botnor, ku jeta njeriu do t'jetë shumë e pavlerë. Dhe nëse ti bën si analize serioze, për humanizmin, po them serioze, atëherë nuk e kupton se çfarë po ndodh në Iran. Nëse ti ke dy superfuqi, Kinën dhe Rusinë në Iran, e cila ky shtet po prodhon terrorizëm në disa shtete, duke përfshi Houthit, pastaj Hezbollahun, përfshi grupe terroriste në Sirie, tjera, që është bo edhe në Irak, që është bo pengesë kryesore e një... Dhe po i lëshoj një terrorist që të vrasin terrorist tjetër. Une po thëmë, jo, në rregull është kjo, unë pimshojmë një terroristi, nuk pimshojnë Iranit se është shtet terrorist. Po imshojnë dy superfuqive tjera që janë bë pengesë dhe prezente gjithandej. Dhe nëse e lexon fushatën zgjedhore
Trumpit dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Gjysma e kabinetit të Trumpit është kundër intervenimit në Iran për arsye se ka pas një ide politike America First. Por America First deshtoi në 3 muajt e parë Bushat. Se ekziston më America First. Shkoi përtej asaj. Pse shkoi përtej Dalëm çik më konkretisht beton te ky momenti. Te ky konkretisht është Irani kërkoi zyrtarisht të negociojë me Vencin. Zënës presidentin amerikan duke anashkaluar presidentin Trump. A është ky një sinjal mosbesimi ndaj Trumpit apo një pranim i përçarjes? A ka një përçarje vërtet në Washington? Ylli, veç ta përfundoj me 2 fjali. Nëse konflikti në Iran e ka një qëllim, takimin e 3 liderëve botror për arsye se po them, Jalta mos ka kuptim, OKB-ja mos ka kuptim. Dhe më thoni çfarë do bëhet me viktimat dhe humanizmin e Bushatit edhe të Redit, edhe timin dorën zemër, edhe me fjalën gjenocid. Më thuj, cila është kuptimi përveç se do të shkruajmë në libra një ditë se po ka pas një gjenocid. Dhe ndoshta do ta kemi një gjykatë ndërkombëtare në të ardhmen që do ta dënojnë Netanyahu, por palestinez nuk do ketë. Kjo është fakt. Ja, që do ketë, kërë, diskutohet. Urdhra? Që do ketë, nuk Ja, diskutohet. mirë. Do ketë, po jo në Gaza. Do jemi. Jo në Gaza. Do jemi. Dhe me gjithë Kështë këto, thot 148 që se ketë... ma mirë dhe tash do... Kështë thonë që 28 zë të ketë. Dhe nëse një superfuqi çfarë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e don gjirin për sik të vetin. E don me gjithë sovranizmin e tepruar të këtyre shteteve, dhe normalisht nëse ti e don gjirin për sik, ti do të shoh shpejt dikun. Një perandori nuk mund ta mbaj krizën në Ukrainë, edhe në Taiwan. S'ka mundësi Amerika me bo. Edhe qa vjen kjo? E bën, e krijon një modus operandi, edhe që ky modus operandi është e ka një pikë. Cila është pika? Hajde tash bisedojmë se unë e mora këtë. Kjo është esenca e këtij konflikti. Dhe nëse na përdorim humanizmin si atëherë analizën e kemi këtë moraliste, që unë konsideroj është e ndjeshme dhe shumë e rëndësishme, por e parancishme për ngjarjet që po ndodhin. Profesor? Në lidhje me... S'kisha pas që mu keq kuptuar. Kisha pas që isha në realist në këtë që po thamë. Vijim, unë e shikoj propozimin e Iranit për të biseduar me zëvendës presidentin si një lëvizje taktike në frontin diplomatik. Është një shpull nda Izraelit, por shumë e zgjuar. Pa thonë, pamarësisht se kur thuj gjë për Iranin, sikur bëjnë siguri me Iranin. Sepse vetë Irani është i bindur dhe Ajatollahu në kryet ti, është i bindur që Vance nuk mund të veproj pa pëlqimin e Trumpit. Dhe as do të mund të pranonte që të kishte një diferencë të tillë publike në qëndrimet ndaj presidentit